Jemi në takimin e Davosit, është një takim I cili bëhet për vit, ku kemi në fakt themelusin e saj, kjo është Risia, I cili është I përndjekur nga prokuroria zviseriane për problemet që mund të ketë me faturat dhe për shpërdorim të detyrës. Është interesante në fakt, është një aktivitet privat, gjithsesi shtetet serioze janë shtetet serioze, kontrollojnë edhe kur lekët të jepen, parat të jepen nga donatorët. E veçanta tjetër është prezenca e Donald Trump, ku shërbimet e sigurisë amerikane kanë blerë një kish të shenjtëruar, pra një kish jo funksionale, duke e ngritur aty qendrën e tyre logjistike. Çfarë ka të veçantë ky takim, përveç ato që thonë komplotistët që është vendi ku përcaktohen politikat e reja, ku shoqëri e paraqesen si një shoqëri masonike që bën planet se si do sillet bota, se si do shfarosin njerëzimin, herë me virus, herë me armë, herë me luftra. Në fakt, është një forum ku udhëheqësit e shteteve dhe mendjet diskutojnë për të ardhmen e botës dhe si ta bëjnë këtë më të jetueshme, më kompatibël me njeriun, duke pasur parasysh që kemi sfida gjithmonë më të mëdha. Kuptohet që këtu nuk përfshihen ata që kanë bler biletat, siç janë shqiptarët, të cilët e paraqesin veten si pjesëmarrës të këtij forumi, në fakt blejnë bileta për të dëgjuar këtë forum, është një shfaqje ku blihen bileta për këtë punë. Pavarësisht se duket sikur janë pjesëmarrës dhe japin mend botës, se në fakt kemi mend shumë, neve rregulluam veten dhe na ka mbetur për të rregulluar bota. Në fakt e reja e kësaj është prania e Donald Trump, I cili po paraqet opsionet e tija. Dhe opsioni kryesor është justifikimi pse do marri Grönlandën. Prapa I ra të njëjtit variant, ku tha që Grönlandën neve po e kërkojmë sepse aty duam të montojmë sisteme mbrojtje raketore, duam gjithashtu ta bëjmë territor amerikan në mënyrë që nesër dej në prag të një lufte ose gjatë një lufte mos pushtohet nga fuqitë armike që janë Kina dhe Rusia. Sa qëndron kjo mbetet për tu parë, sepse Grönlanda në një farë mënyrë është pjesë e NATO-s, dhe duke qenë pjesë e NATO-s mund të amerikanët mund të instalojnë fare mirë bazat e tyre. Por duan të jenë të sigurt sepse në një farë mënyrë Shtetet e Bashkuara po shkëputen nga NATO-ja. Dhe kjo është ajo që do diskutojmë edhe në emisionin e darkës në Shqip me ekspert sigurie. Pra, a ka vdekur NATO-ja apo është një vdekje cerebrale? Kjo mbetet për tu parë. Po të paktën në Davos këtë neve e kuptuam. Donald Trump është drejtësa e rrugës. Dhe kur them Donald Trump nuk ka lidhje me atë që thonë për Trumpin që është I çmendur e tjera. Jo. Donald Trump është përfaqësues I votuesve I amerikanë dhe I politikës së aparateve amerikane. Si gjithmonë në fund, ju rekomandoj, ju këshilloj, ju falenderoj nëse do bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, dritaret dhe kanalit Dina Xhunga. Faleminderit.